2 ditë pas ekzekutimit të 30 vjeçarit Endri Goxhaj në Memaliaj, policia vijon të kërkojë 2 autorët e dyshuar të vrasjes, por pa sukses. Edhe pse janë ngritur disa grupe kontrolli, blut ende nuk kanë arritur të bien në gjurmët e vëllezërve Nela. Mbrëmjen e së mërkurës, 3 persona u vunë në pranga, njëri prej të cilëve Dali Nela, vëllai i autorëve në kërkim, Donaldo Nela, 29 vjeç dhe i vllai Marialdo Nela. Të arrestuar janë edhe Aldo Kalemi dhe Ermal Mataj, të akuzuar për armbajtje pa leje, si dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Po ashtu është proceduar edhe Julian Kalemi për deklaratë rreme përpara prokurorit, si dhe Gëzim Qëndraj, i akuzuar për kanosje. Policia ka sekuestruar një pistolet me fishek në fole gati për qitje, me të cilën dyshohet se viktima Endri Goxha plagosi Dali Nelën, një krehër me fishek dhe municion luftarak, 2 automjete, 2 motora, 4 celular dhe sende të tjera. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se autorët dhe viktima kanë qenë të ndarë në 2 grupe dhe mes tyre ka patur shkëmbim zjarri. Sipas policisë, i pari ka qelluar Endri Goxhaj duke plagosur Dali Nelën. Më pas, vëllezërit e këtij të fundit reaguan me armë duke vrarë Goxhajin. Konfliktet mes grupeve kanë qenë të hershme dhe dyshohet se edhe përplasja e fundit lidhet me trafikun e lëndëve narkotike.